Ora isha në shpak, o papu! O papu! Po isha në shpak, të mbret juve! Dritan Goxhaj, një prej organizatorëve të protestës dhe 5 aktivistë të tjerë u ndaluan mes ditën e së martës nga policia në një ndërhyrje që shënoi edhe incidentin e parë pas 31 ditësh protestash në kryeqytet. Policia ndërhyri në mënyrë brutale në arrestimin e aktivistëve, çka ka shkaktuar edhe irritimin e pjesëmarrësve në protestë. Pamjet nga vendngjarja tregojnë momentet e ndërhyrjes së policisë, ku disa aktivistë u rrëzuan në tokë, u prangosën dhe u tërhoqën zvarr nga efektivët. Gjatë arrestimeve dëgjohen protestues që akuzojnë policinë për përdorim force, ndërsa pretendojnë se ndaj të ndaluarve u ushtrua dhunë gjatë neutralizimit. Policia e shtetit ende nuk ka dalë me një njoftim zyrtar mbi ngjarjen, por Goxhaj, i shoqëruar nga 2 efektiv policie dhe me pranga në duar, deklaroi para gazetarëve se ishte ndaluar pasi u bënte thirrje protestuesve të mos përplaseshin me policinë. Për arsye se i thosha protestuesve që jo me policinë. Ata janë provokatorë të Ramës. Shqipëria kërkon revolucion! Që në orët e para të mëngjesit të së martës, qindra protestues u mblodhën përballë selisë së Kuvendit të Shqipërisë, aty ku ishte planifikuar zhvillimi i një seance plenare, duke bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Rama, por edhe duke hedhur parrulla si Parlamenti i Turpit. Për të legjitimuar qëndrimin e tyre, me të mbërritur në selinë e Kuvendit, protestuesit vendosën edhe një kosh mbeturinash, ku kishin shkruar mbi emrin e kryeministrit dhe emrat e disa deputetëve të mazhorancës. Parlamentin kosh! Megjithse për orë të tëra deputetët ja kishin dalë të shmangeshin reagimit të protestave duke përdorur hyrje dytësore të godinës së Kuvendit, duket se përballja ishte e pashmangshme, të paktën për disa syresh të deputetëve, të cilët e kanë parë veten në breshërinë e vezëve. Ndërhyrja e forcave të rendit erdhi pasi protestuesit gjuajtën me vezë makinat e deputetëve socialistë. Policia, e cila deri në atë moment kishte reaguar me tolerancë ndaj protestuesve, ka ndërhyrë duke arrestuar disa prej tyre, por edhe duke i shpërndar me forcë. Sipas policisë së shtetit, deri më tani janë proceduar penalisht rreth 150 persona për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestime të palishme, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit.